si mund të lëm këtë kohë të mirë neve tani dhe të mos dalim jashtë në obor që të marrim mëngjesin bashkë me djalin. Tani i përgatita petuat e gjyshes për mëngjesë, edhe i mora, shtrova tavolinën jashtë, karriket të gjitha me radhë, me dhallë do ta shoqëroj unë mëngjesin im, djali me lëng frutash, çdo njëri që pëlqen, do bëjmë edhe një çik gëzuar tani me djalin, edhe të shijojmë petuat që dalin fantastike dhe kam treguar recetë, në qoftë se edhe doni prapë do t'ua shkruaj nëpër komente. Djali po luante një çik aty, me që kishim kohë të mirë, edhe për drekë përgatita mish qëngjësht ky me manesër. Pasi e zjeva mishin në tenxherën e presionit, e hodha pastaja me manesër bashkë dhe ujë, me lëngun e mishit do me thënë, e vendosa në furrë që të piqet manestra, të ziej do me thënë, me flak të avashtë, edhe është juveci, e themi në greqisht, del një ushqim fantastik shumë i mirë. Kështu kaluam sot, të kaloni